Vitin e kaluar, gjatë periudhës festive, tregtarët kishin rritur çmimet e produkteve të konsumit, a do të ndodhte e njëjta edhe në muajin e Ramazanit dhe festën e Bajramit. Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi thotë se situata këtë vit është ndryshe. Знаете ги, овој факт ние административно со одлука на влада по предлог на Министерство за економија и труд ги замрзувавме цените на некој начин да им излеземе на пресрет на граѓаните за да бидат заштитени. Знајќи ги овие податоци што ги имавме од минатата година, но ова година, минатиот месец имавме инфлација минус 0,7%, каде што покажува дека одиме на стабилизација на цените и не може секогаш со административни одлуки да влегуваме, да реагираме во пазарот, пошто сме демократска држава. Ministri Durmishi komentoi efektet e ligjit të ri për praktikat jo të ndershme tregtare një vit e gjysmë pas hyrjes në fuqi të tij. Ai theksoi se ligji i cili hyri në fuqi në mars 2024 dhe kishte një periudhë 6 mujore për harmonizim, nuk ndikon drejt për drejt në çmimet e shitjes me pakicë, por vendos kufizim të qartë të zbritjes deri në 10% midis tregtarëve dhe blerësve nga prodhuesit dhe furnizuesit. Pyetjes nëse gjobat prej 50.000 euro që janë të mjaftueshme, Durmishi u përgjigj se për kompanitë nuk janë të mjaftueshme. Поред мене не се доволни, треба да направиме измени во наредниот период во законот за да се зголемат цените за на некој начин во наредниот период да не влегува никој вака да се договара и да добија во грб на граѓаните. Sa I përket pagës minimale, Durmishi theksoi se rritja e pagave duhet të bazohet në ekonominë reale dhe produktivitetit më të lartë, duke garantuar një përmirësim të qëndrueshëm të standardit jetësor. Durmishi për Radio Evropën e Lirë tha se vetëm 30.000 qytetarë marrin pagë minimale, ndërsa shumica e të punësuarve marrin më shumë, andaj shtroi se insistimi I sindikatës më shumë është temë politike.